Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit në raport me Greqinë, raportet mes dy vendeve, zhvillimet nga minoriteti i grek në Shqipëri, lëvizjet e tyre të fundit, reagimin e qeverisë shqiptare dhe institucioneve. Gjitha këto çështje do t'i trajtojmë me historianin Arben Llalla. Zoti Llalla, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Tirana është mbushur me flamujt grek të mëngjes për vjetorin e Greqisë. Duket se po i respektojmë shumë. Më duket absurde me fjalë një shtet i pavarur siç është Shqipëria, që për një fest që ka një shtet tjetër, pa marrë parasysh kush është fqinj, Greqia, antar i NATO-s, ku njëkohësisht mban një ligj lufte kundër Shqipërisë, Greqia ka ligjin e luftës, genocidi ndaj çështjes ndaj pakicës kombëtare shqiptare në Greqi. Dhe Edi Rama me urdhër i ka mbushur të gjithë rrugët e Tiranës sot me flamujt e Greqisë. Imagjino sikur nesër të ketë pavarësi në fest Italia, ne t'i mushim në Italis. Mas 3 ditësh i mushin Palestinës, pse jo? Të Turqisë, të Gjermanisë. Nëse Rama e ka vënë Greqisë, le të bëhet reciprocitet dhe Athina le të mbushet me flamur shqiptar zyrtarisht, se ka dallim midis festës së emigrantëve shqiptar për 29 nëntori dhe kur qeveria greke të vendosin në gjithë rrugët e Athinës flamurin shqiptar, domethënë në 28 nëntor. Kjo më duket absurde, duke ditur që Greqia mban ligjin e luftës, duke ditur që Greqia nuk njeh kufirin detar me Shqipërinë, duke ditur që Greqia nuk njeh kufirin toksor me Shqipërinë, duke ditur që Greqia njeh autonominë e Vore e Pirit, pra apo ju them që kryetari i parlamentit të Greqisë, Kaklamanis, Nikitas, njeh termin autonomia e Vore e Pirit dhe nuk njeh termin jugu i Shqipërisë. Të na ka deklaruar para 2-3 ditësh në adresën e tij të Facebookut zyrtar dhe në faqen e parlamentit të Greqisë, ku ai referohet që për ne nuk ka jug të Shqipërisë, po ka Vorja e Pirit, domethënë veriu i Epirit. Pra kjo është një zyrtare që deklarohet hapur. Kjo është një hap zyrtar që deklarohet hapur, domethënë nga një funksionar i lartë, zyrtarisht flasim për herë të parë kryetari i parlamentit. Pra është numri 2 apo numri 3 i shtetit grek, në bazë të presidentit, kryeministrit dhe kryetari i parlamentit është ashtu. Dhe më vjen keq që nuk ka asnjë reagim nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë apo nga shteti i Shqipërisë, por përkundazi Edi Rama, kryeministër, ushtari i mbrojtësi i ortodoksisë greke i dekoruar në 2015 nga Kisha greke e Jeruzalemit, e mbush rrugët e Tiranës me flamujt e Greqisë. Thash dhe herë, po të ishte Greqia një shtet fqinj dashës, një shtet vllazëri, nuk ka asnjë problem. Në këtë rast ne kemi një shtet që mban ligjin e luftës zyrtarisht me Shqipërinë dhe nuk e heq dhe nuk ka për ta hequr, ne kam thënë gjithmonë, por më vjen keq që kryeministri jon tregon shumë servilizëm, bota e respekton dhe trimin kundërshtar, po jo servilizmin. Zoti Llalla, çfarë profili ka kryetari i kuvendit? Është nga ata që nuk parapyet shumë për Mitsotakissin apo mund të bëhet me lejen e tij këto gjëra? Të gjitha gjërat bëhen me leje sepse Greqia është një shtet që funksionon me një zyrë, quhet zyra e informacionit dhe propagandës, nuk bëhet me mendje madhësi. Mitsotakis është shumë i fuqishëm. Ky është njeri që e ka vënë po Mitsotakis dhe është bërë në miratim të kryeministit të Greqisë dhe çdo strukturë. Nuk është i rastishëm, këto janë provokime që bëjnë. Pra ne nuk e ndalim flamurin grek në Dropull, në Finiq, atje ku është pakica kombëtare greke dhe e festojnë gjithmonë dhe në kohën e Veroshës dhe kanë festuar festën kombëtare, por është e çuditshme që kjo festë lidhet direkt me kontributin shqiptar në pavarësinë e Greqisë. Dhe Greqia nuk ka thënë asnjëherë faleminderit atyre shqiptarëve, arvanitasve, qoftë dhe shqiptarëve musliman, të cilët dhanë jetën në 1821-shin, nisën revolucioni që njihet për pavarësinë e Greqisë. Edhe pse si historian flas, Greqia nuk feston asnjëherë ditën e pavarësisë sepse nuk ka një datë të saktët. Kur është bërë dita e pavarësisë së Greqisë, s'ka pas dhe flamur, nuk është ky flamuri që është ngritur atëherë, s'ka pas, por gjithmonë merret me nisjen e luftës kundër Osmanëve dhe nisjen e luftës kundër Italisë. Këto janë dy festa kombëtare, për çudi që e gjithë bota feston çlirimin e vendit, feston mbarimin e një lufte, ndërsa Greqia dhe grekët historikisht festojnë fillimin e luftrave. Pra janë dhe këto raste të çuditshme të historiografisë greke që dhe historianët grek me mendje të hapur i dënojnë këto gjëra dhe i quajnë mite dhe mashtrime. Me atë që ju thatë pak më lart për kryetarin e kuvendit, duket sikur ata po hedhin një tjetër hap drejt kësaj. Pra, ashtë i quajtur Vorjo e Pirit. Ndërkohë që
pak javë më parë në bisedën e fundit që ne zhvilluam tek një nga manifestimet e tyre para parlamentit ishin shumë pak, migrusht. Ndërkohë që duke menduar që po heqin dorë nga kjo, tashmë më vjen një deklaratë zyrtare. Ju mendoni që duhet përgjigjur zyrtarisht kësaj? Për fatin e keq këto mbi 12 vite sa u thek zoti Rama, Shqipëria ka humbur shumë pikë në fushën diplomatike her pas here dhe me Greqinë. Me ato tonet që Rama ngaherë bën në Athinë dhe Miçotaksi përkulet, por ato kanë një mision. Unë do të them këtë gjë. Zoti Edi Rama është akuzuar nga ish-kryeministri i Shqipërisë Berisha në parlamentin e Shqipërisë si agent dhe spion i Greqisë i përpunuar nga oficerja e kontaktit të shërbimit grek Eleni nga Selaniku. Pra, ndjesa një akustë të tillë ka bërë zoti Sali Berisha në parlamentin e Shqipërisë dhe nga zoti Rama nuk ka pasur reagime qoftë dhe ta hedhin gjyq për mashtrime për këtë, atëherë kjo del qartë që zoti Rama është në shërbim të Greqisë. Unë e kam thënë dhe e them, zoti Rama e ka frikë shumë Greqinë dhe grekët i ka shumë frikë, ka fotobi nga ata, nuk e di pse, nuk e di çfarë ka ndodhur në vitet që ka jetuar në Greqi mas viteve 90, ka jetuar 2-3 vite apo 4 vite dhe mësoi greqishten shumë mirë. Bile mund të jetë deklaruar dhe vorje e periudhë si kanë qef grekët i quajnë ortodoksit shqiptar të jugut, se në tjetër ashtu dhe unë jam nga jugu, nga Gjirokastra, do të quhem dhe unë vorje periudhë, po nuk jam ortodoks. Kjo është ai dallimi që bëjnë grekët dhe shumë gjëra tjera, por do shkojmë shumë tragjedi të tjera që zoti Rama që janë të shqiptar do ta marrë vullën e tij në fund të rrugtimit në këtë jetë dhe në jetën tjetër ai besoj do dënohet atje dhe nuk do gëzoj parajsin që themi ne që besojmë në jetën e tjetër, po do jetë në ferr. Zoti Valla, më që më dorë të vetë deklarimi nesër, pra ditën e premte është një tryezë në Dropull, në Mosgaboj, që ju e keni edhe postuar në rrjetet sociale, e minoritetit grek për vetë deklarimin. Pra duke nisë këtë proces, vetë deklarim ose siç ata kanë qef ta quajnë, vetë qeverisjet e tyre, një vetë vendosje më saktë, vetë vendosje. Kush është në krye të këtij procesi dhe çfarë shije ju lë? Është një aktivitet që e organizon shteti shqiptar realisht, zyra e pakicave kombëtare, se ne tashmë njohim 9 pakica kombëtare në Shqipëri ku Maqedonia njeh 5-6, Kosova 5-6 që kanë status si shtete multietnike. Ne nuk kemi shtet Shqipëria multietnik, po jemi shtet një etnik i shqiptarëve, domethënë zyrtarisht në OKB dhe në ligjet e tjera. Zoti Edi Rama e njohi 7 pakica kombëtare, 9 pakica kombëtare, mirë bëri që e njohin, ne nuk duhet kemi frikë nga pakicat kombëtare, por janë pakica kombëtare të kryera apo fallca. Dhe bëhet në Dropull në komunën e Dropullit, ku zonja Kristina Konstantina Bezhani, vajza atit Bezhanit që është arrestuar në 94-ën, në ligjet në atë kohë plasë si terrorist dhe u dënuan, më tej presidenti Sali Berisha i amistovi dhe kemi 97-ën dhe agresionin grek kundër Shqipërisë në 97-ën me armët e me këto, sepse ka dhëna të sakta. Pra është një aktivitet për vetë deklarimin e popullsisë apo të individit. Kjo gjë është shumë e rrezikshme sepse unë sot duhet të deklarohem kines, por nuk jam unë që e përcaktoj Komësia. Komësia është e trashëguar nëpërmjet babait, nënës, gjyshit, pra është trashëgimi, nuk është vetë deklarim. Se sot unë deklarohem kines, nesër brazilian, mas një muaj amerikan, pra ku shkojmë ne tjerë, këto janë çuditëra që ndodhin nga zoti Edi Rama. Ne duhet shohim edhe kufirin detar se ç'pondos, aja ka shitur, aja ka dhuruar zoti Rama, kufirin detar, domethënë ato 12.000 që Greqia i ka deklaruar. Por për fatin e keq, këto gjëra ndodhin në qeverisin e Ramës. Mirë bën zoti Rama që integron pakicën kombëtare greke, diun vlehe apo shumë gjëra tjera, po e ka kaluar vijën e kuqes si kryeministër. Me që jemi këtu tek vetë deklarimi, ku do shkoj ky proces deri në fund? Pra çfarë parashikoni, si shikoni ju fundin? Duke marrë parasysh në një deklaratë Belerit që tha që jemi 200 në Mosgaboj 60.000 grek në Shqipëri. Pra ndoshta po punohet shkohet tek ato shifra, pavarësisht se sikur thatë ju mund të deklaroheni me këtë ligj edhe kinez apo japonez, jo me në 97 apo 98 ato trazia që kalonte Shqipëria, dilin deklarata të ndryshme nga individ të caktuar që deklaronin 300.000 minoritar grek, 250.000 vlle, 200.000 egyptas, nuk e di sa të tjerë dhe bindi që shqiptar kishte rreth 50.000. Pra këto trimat shqiptar 50.000 u heqën shteti shqiptar në krahasim me këto këta të fyer për interesat të ashtu. Është një libër që e ka bërë Merobazë në 95-ën Kthimi grek. Është mirë që ai libër të lexohet mirë dhe ka parashikuar në bazë dokumenteve të shërbimit shqiptar të CIA-s amerikane publicisti Merobazë. Kjo që ndos sot ai që në 95-ën Kthimi grek, domethënë si do bëhet fryrë si kjo.
Tjetë për shqiptarë në Shqipëri, për fatin e keq, nuk kanë edukat kombëtare dhe që të mbrojnë identitetin e tyre, dhe tjetë për shqiptarët e Shqipërisë, greku i merr qenet, se jemi dëshmitarë që shumica të na marri greku më mirë, ta marri amerikani më mirë, ta marri këto jo. Ne pse duhet na marri? Ne duhet jemi krenar për historinë tonë, për atë që quhet shtet, sepse jemi vetmi shtet në Ballkan të paktën që kemi një hero kombëtar. Greqia nuk ka hero kombëtar, as Serbia nuk ka, as Maqedonia nuk ka, as Italia. Ne kemi hero kombëtar që quhet Gjej Kasioti Skënderbeu, që një dhe nga bota. Pra kemi flamurin e kuq me shkabën e zezë, që është një flamur i vjetër, një ndër më të vjetër, që të bën trashëgiminë e një perandorie të Bizantit, fjala vjen. Pasi nga ana historike, këto janë gjëra shumë identifikime, pa folur për gjëra të tjera, gjuhë shqipe, shumë gjëra. Por kur kemi ministra, deputet apo kryeministra që nuk janë të duhur në kapacitetin e tyre intelektual, që çfarë janë, çfarë ndihen, Rama herë ndihet ortodoks, herë katolik, herë Jehova, herë diun budista, herë drejtë di musliman ndihet ai gjithëkanshëm, që tregon që ai ka probleme me identitetin dhe personalitetin e tij si njeri, si individ. Tani që ka nisur pra tryeza për vetdeklarimin, kemi për pak ditë do nisin edhe takimet në bazë, pra duke konkretizuar edhe reforma territoriale, pra ndryshime që parashikohen të bëhen. Mund kemi këtu ndonjë spinim pra në interes të grekëve për të bërë ndonjë ndryshim në favor të tyre, pra kush është më keq që mund pritet? Grekët kanë atë projektin që e kanë në 1913 dhe vazhdon, shpallja e autonomisë të zinxhirit të bashkive apo komunave me Shqipërinë dhe të bashkohen bashkë me Greqinë, që këta kryetar komunësh të udhëhiqen nga grek, fjala vjen, siç është Himara, ku ka shqiptar, shumica janë shqiptar, bile shumica shqiptar musliman, bashkisë Himarës. Kemi bashkinë e Konispolit, që është bashki me shumicë dërmuese shqiptar ortodoks dhe shqiptar musliman. Kemi Sarandën, por Edi Rama, siç po tregon, ka vendosur element me parashut, siç ishte Vangel Tavo nga Dropulli e solli në Himar, që ishte gjë e mirë, si grek me fjalë, që t'i japi identifikimin e Himarës që janë grek. E dim të strategjitë të Zotit Rama midis një të keqe më të madhe që ishte Beleri, një vasal i Greqisë, shqiptar, po në shërbim të Greqisë ai çovi një grek për ta bërë këtë gjë. Dhe po ju tregoj që ka qenë viti 2013-14 kur bë ndarje territoriale, një nga ato në komision ka qenë dhe deputeti i PS, sot atëherë ishte sekretari organizativ i partisë BDU-s, i partisë Çështës Çame, që njëhet që ka marrë pjesë në ndarjen territoriale dhe ka qenë strategjia e partisë Çame që u bë bashki Konispoli, që kpuste zinxhirin e bashkive autonome që do t'i bëj greku, si është Gumenica, Filati, Saranda, Himara, domethënë Konispolin ta kalonte në Mursi, mos ishte bashkia Konispol, por quhej bashkia e Mursisë për shembull. Dhe kjo gjë ndodhi atëherë. Të shohim çfarë do bëjmë. Unë përsëri jam pesimist. Kemi një çorganizim politikës shqiptare, nuk ekziston dhe opozita, qoftë PD-ja apo partitë të tjera, nuk kemi zë kundër apo zë opozitar politik, po kemi zë opozitar të popullit, të individëve, po populli tek i fundit është popull, pa një bari dhe baktia bie drejt Greminës, dhe kështu shqiptarët në Shqipëri përkëndën drejt Greminës. Pak ditë më parë, ministri i jashtëm Ferit Hoxha zhvilloi një bisedë me homologun e tij grek, Gira Petritis. Por duke qenë se Hoxha ka qenë një nga ata antarët e komisionit për ndarjen e kufirit detar në 2009, mendoni që mund të reaktivizohen negociatat tani përtesën më shpejt përpara ndoshta? Zoti Hoxha në 2009 atëherë si ka qenë negociator për kufirin detar, atëherë në drejtimin e zotit Basha dhe zotit Berisha, u quajt tradhtar nga zoti Rama dhe e çovi. Dhe tani zoti Rama ka gjetur një bashkëpunëtor tradhtar, që e ka quajtur vetë tradhtar për bërë dhe një tradhti. Domethënë këta mendojnë për momentalisht, zoti Hoxha si ministri i jashtëm, ja do ta bëj këtë tradhti. Mendon se çdo gjë fshihet? Jo, çdo gjë mbahet shënim. Ne duhet i tremi asaj që ne mbasë, trashëgimisë fëmijëve, nipa e mbesa, me çfarë do jenë krenar nipat e mbesës të ministrit të jashtëm sot Hoxha për tradhtin që do bëj për detin. Ai mund ta bëj këtë gjë. Thash dhe herë, për fatin e keq deputetët shqiptar 90% po del që janë nuk kanë dinjitet kombëtar, janë vetëm aty si vasal, si shërbëtor, për të pasuruar vendin, për të ndruar fytyrat e tyre, vetllat e tyre, diun veshët e tyre, hundën e tyre, për të bërë sa më të bukur. Pra nuk janë aty për interesat kombëtare, as për interesat e qytetarëve tanë, për atyre që marrin votat. Në bisedën e fundit, në mos gaboj, ju thatë që keni informacion që Greqia po shet disa nga pronat e çamëve të sekuestruar. Keni informacion tjetër për këtë gjatë këtyre ditëve, pra, për këtë zhvillim? Po, ja do informacion, unë kam
çam ortodoks janë atje bashkëpunëtorë që na informojnë që janë bashkitë e Filatit, Gumenicës, Paramithis, dhe na të informojnë që vazhdon shitja e këtyre pronave sepse nuk ka reagim nga shteti shqiptar, nuk ka reagim nga organizatat ndërkombëtare dhe vazhdon shitja për fatin e keq. Nuk e di çfarë do ndodhi, do ketë shumë gjëra të rrezira në botë, siç e shihni edhe lufta në Iran, do i tremimi një luftë zinxhir. Dhe po kapi një luftë zinxhir, Greqia nuk do ngurojë që të pushtoj Shqipërinë mbas ligjit të luftës që ajo mban dhe ka një ushtrim më të fortë se Shqipëria, ne s'kemi ushtri fare. Realisht besoni se mund të ndodhë kjo? Mund të ndodhë për arsye sepse duke shikuar mbas në histori që Greqia gjithmonë ka pas pretendime dhe i ka shpallur luftë Shqipërisë, pavarësisht se në historinë tonë e fshehim, kemi 1913, kemi 1914, kemi 1923, 24, kemi 1939, por Gjirokastri, gjua greke u bë gjuhë zyrtare në luftën italo-greke. Pra Greqia përfitoi nga kjo luftë edhe i ndrovi gjithë tabelat dhe gjithë bashkitë këto ishin në greqisht, ka dokumenta për këtë. Pastaj kemi në provokacionet që ne i themi të gushtit, por ato që njihet një pushtim i Greqisë që u fut disa kilometra brenda territorit të Shqipërisë, falë asaj të rezistencës të ushtrisë tonë atë kohë, por edhe presionit amerikan, Greqia u tërhoq atëherë me turp, por neve e fshehim këtë gjë në historiografinë e shtetit tonë, domethënë si një luftë që Greqia i ka shpallur Shqipërisë. Tash është ligji i luftës që mban Greqia, ka pas tentime gjatë vitit 1968 kur diktatori Papadopoulos atëherë koloneli i shpalli luftë për Shqipërisë, por ishte Turqia ajo që i thanë atëherë në atë kohë dhe ne nuk kishim atëherë marrëdhënie diplomatike as me Greqinë as me Turqinë që nëse ju do guxoni për Shqipërinë ne ju vim në Athinë. Në atë kohë pastaj për këtë u bë një shkak që u hapë ambasada turke për herë të parë në Shqipëri mas 30 e ca vitesh, pastaj mas 2-3 vitesh u hap dhe ambasada greke në Tiranë, domethënë pas këtyre ngjarjeve. Pra shpresa është tek Turqia dhe Shtetet e Bashkuara. Unë kam thënë gjithmonë që vendet strategjike dhe mike të Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Italia dhe Gjermania. Këto janë në rreshtin e parë, po ta vini re, unë kam deklaruar disa herë dhe jam vërtetuar që sa që Greqia bën një presion ndaj Shqipërisë, vjen në ndesë apo në një anije luftarake turke rria 5-6 ditë në portin e Vlorës, në portin e Durrësit, edhe është si një sinjal diplomatik i heshtur që ne jemi këtu. Po ambasadori amerikane, sepse ju keni informacione plus që jeni edhe me shtypin mjaft i azhonuar jo vetëm në botën shqiptare, por edhe në Maqedoni, pra edhe në Greqi. Për çfarë mendoni që realisht ka ardhur ambasadori amerikane në Greqi pak javë më parë? Vërtet besoni që mund të jetë një minier në Bilisht? Nuk është për Bilisht, është për gazin në radhë parë në Delvina Gaz, që e din gjithë që është atje një rezervuar gazi, por dhe për Bilisht që në 20-23 kam informacion që atje ka qenë dhe Italia ka bërë kërkime për minjera, dhe kjo është e vërtetuar jo nga unë, po nga mediat amerikane, nga mediat austriake dhe nga mediat portalet greke dhe gazetat greke, që ambasadori është një shkuese për firmën e madhe Aktor, që është firmë greko-amerikane, po kryetari është presidenti grek Aleksandri, është nga Selaniku, edhe kjo punë është e kryer. Edi Rama ja u ka dhënë, besoj këtyre gjëra, si mas mediave greke, ja u ka dhënë ajo mas 2 ditësh, 3 ditësh që ishën në Tiranë, udhtovi në Washington bashkë me presidentin e firmës Aktor Aleksandrit në shtëpinë e bardhë, po jo nga dera kryesore, po nga dera e pasme, ka dhe fotografi për këtë punë që kanë qenë të dy bashkë, nuk e di për çka kanë qenë, por mediat greke aludojnë që kanë qenë mas takimit me zotit Edi Rama në orën 10 të natës, fshetas edhe fshetës shkonde atje. Por veshja e ambasadores amerikane, një shtetit fuqishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një veshje jo serioze, jo etike, diplomatike, me minifund, me taka 20 cm si mas mediave greke gjithmonë dhe të Shqipërisë, nuk është etike të një diplomati serioz, apo diplomatin këtë rast serioz të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zoti do ta mbyllim me aktualitetin politik në Maqedoninë e Veriut. Në Shkup, çfarë po ndodh aty sot? Mickovski, në mos gaboj, kishte deklaruar sipas mediave që po përpiqet të mësoj shqip. Ndërkohë që Vleni po përpiqet kur do ta finalizojë bëjeni një partie të vetme. Janë lojra politike këto, Maqedonia ka shumë probleme ekonomike me kthimin e borxhit që duhet bëjë rreth 700 milion kësti parë duhet ta kthejë në prill. E shpëton vetëm nëse shpallin zgjedhjet parakohshme, mundet të ketë zgjedhjet parakohshme në Maqedoninë në shtator, tetor ose maksimumi në marsin e 2027 janë parakohshme prapë, sepse kjo qeveri në maj mbush 2 vite si qeveri,
por nuk është një gjë e madhe nëse Mickovci mëson gjuhën shqipe. Sot të dish një gjuhë tuaj pavarësisht shqipa, maqedonisha, serbisha, greqisht, është kulturë dhe është si ke lindur për zyter, sepse merresh vesh kollaj me lëvizjen e njerëzve në botë. Pra nuk e quaj në gjë të veçantë. Ne duhet të shikojmë që gjuha shqipe nuk është zyrtare, e kam thënë gjithmonë, nuk është gjuhë që ka peshën e saj reale që duhet ta ketë mbas luftës së 2001-shit, mbas marrëveshjeve partive politike apo qeveritare, po është një gjuhë e pakicave kombëtare, siç është greqishta në Dropull, domethënë në bashkinë e Dropullit dhe të Finikit. Është një gjuhë ku në mes të tokës nuk zbatohen ligjet. Unë jam vetë dëshmitar që kam dokumentat ndryshme të freskëta që nuk janë në gjuhën shqipe, edhe pse unë ngulmoj dhe i kërkoj në gjuhën shqipe. Pra nuk është mos e gënjejmë dhe mos vetë kënaqemi që në Maqedoninë e Veriut gjuha shqipe dha atëherë para 3 vitesh edhe para 5 vite është pak e avancuar, por e barabartë, po e them edhe herë me gjuhën greke në Dropull dhe në bashkinë e Finikit. Zoti Valla, edhe diçka kam, qofse mund të jepni një koment, një prej analistëve në Prishtinë, duke marrë parasysh kërkesat e Beogradit për 3% serb që janë në Kosovë, ju bënte thirrje vëllezërve shqiptar në Maqedoninë e Veriut që të bashkohen me Kosovën. Për atë që ju sapo thatë dhe pak më lart që ata janë mbi 30 e sa përqind, edhe nuk po respektohet gjuha dhe detyrimet e tjera nga marrëveshja e Ohrit. Do them këtë gjë që është shteti ai që bën kombin dhe jo kombi bën shtetin. Pra në këtë rast Shqipëria është shtet dhe duhet të punojë dhe të mendojë që të bëj kombin, pra fuqizimin e kombit si shtet. Shqipëria nuk ka ndryer asnjëherë në Maqedoni për mirë tek politikanët shqiptar, ka ndryer vetëm për keq, për përçarje, këtë në them me plot gojë. Dhe shqiptarët e Maqedonisë janë realisht, unë jam 25 vite këtu, janë realisht të rrahur që në bark të nënës. Ato thonë ne jemi të rrahur që kur jemi në bark të nënës, pra që kur lindin të nënshmuar nga pushtetet këtej. Dhe ato gjithmonë shpresën e kanë pas tek Shqipëria dhe tek shqiptarët e Kosovës. Realisht Shqipëria vetëm i ka nënshmuar, i ka poshtruar dhe i ka keq përdorur politikanët e shqiptarët, a dhe pasurinë e shqiptarëve të Maqedonisë dhe asnjë gjë nuk ka bërë. Kurse shqiptarët e Kosovës kanë shumë halle të tyre, ajo 3% që thash për Serbinë është pra dhe jeshtë Shqipëria asnjë nuk e ka ngritur zërin. Pra, Shqipëria është një pyetje shumë e thjeshtë. Ambasada e Shqipërisë, nuk po them një ambasador, po ambasada komplet 25 vite. Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Sa e ka ngritur zërin për një individ, po marr ta kalojmë gjithmonë provën tek vetja ime, që un kam një leje qendrimi 1 vjeçare për 25 vite, pagoj rreth 150 euro në vit. Kam shtëpinë time, paguaj tatim taksa dhe kam të ndaluar të punoj dhe kudo të konkurroj për të punësuar diku juridikisht në bazë profesionit që kam. Dhe asnjë ambasade e Shqipërisë që nuk e ka ngritur zërin, edhe pse unë bëj kërkesa zyrtare në ambasadën e Shqipërisë që t'i kërkoj llogari Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë, po dhe Ministrisë Brendshme, pse zoti Valla është shpallur mbi 7 herë personi i rrezikshëm që rrezikon integritetin e Republikës Maqedonisë Veriut dhe që rrezikon kulturën dhe gjuhën maqedonase. Pra kjo është etika që unë kam në 7 herë të përgjigjet në refuzimin e lejës qëndrimit 5 vjeçar apo 10 vjeçar, apo të shtetisë që më takon në bazë këtej. Dhe këtu zgjedhet enigma e pses pasaj edhe nga shtetishëm, mëson se çfarë ndodh tragjikisht me shqiptarët e Maqedonisë, pa folur për shumë vështirësi të tjera të punësimeve. Dhe një herë thamë, Shqipëria ajo që nuk i ka udhëhequr dhe nuk i drejton, është indiferentizmi i Shqipërisë, sidomos Zoti Rama ka bërë përçarje të madhe të grupacioneve politike shqiptare që nga viti 2015, domethënë unë jam dëshmitar që në 2015 fillovi në fillim t'i keq përdorë dhe t'i përçaj. 3 herë i ka përçar deri tani grupacionet politike të shqiptarëve të Maqedonisë. Por edhe se e te kalova edhe për ambasadorin ka pas kritika nga Vleni. Në gjykimin tuaj ai ka qenë i parastarkuar një lloj nga palët apo ka mbajtur? Unë jo për ta mbrojtur ambasadorin zotin Denion Mejdanin, unë kam njohur të gjithë ambasadorët, kam pas raporte të mira nga zoti Indieri Prela, ka qenë Arben Çeku, ka qenë Fatos Reka, apo zoti Mejdani. Zoti Mejdani si një njerëz dhe i përgatitur në ana diplomatike ka bërë një punë shumë të mirë. Ne duhet të shkojmë punën e mirë që ka bërë ai. Është gjë tjetër se Vleni për shembull e kritikon apo nuk ka non as me Vlenin as për të. Ai gjithmonë ka dhënë deklarata, tash është i pari ambasador që jep deklarata dhe aktiv në Facebook për çështjen e shqiptarëve në Maqedoni, për gjuhën shqipe, për kishën ortodokse shqiptare, domethënë, dhe e inkurajoj këtë djalë, domethënë djalë mund ta quaj, djaloshi themi neve kur në Shqipëri që një njerëz që është kaq aktiv. Pra ka shumë rol pozitiv deri tani, nuk e di më tej, por shumë pozitiv në krahasim me ambasadorët e tjerë. Ka qenë dhe zoti Arben Çeku aktiv në atë kohë që ka qenë ja 5 vite dhe është thirrur 2-3 herë në Ministrinë e Jashtme
të Maqedonisë për kritika dhe për këshillime, kurse dy ambasadorët e tjerë, zoti Fatos Reka ka qenë vetëm se ishte daja e Endri Fugës dhe 9 vite ambasador, ku është shkelje e ligjit, se 5 vite kanë drejt maksimumin diplomatët shqiptar, të jenë në një vend, po dhe i ndjeri Vladimir Preda se nuk bën flasim kur nuk ndodhen këtë jetë, nuk ka qenë sa aktiv. Kurse zoti Mejdan është shumë aktiv dhe unë e përgëzoj. Mos e shikoni që qartojnë partitë politike, ne duhet të shikojmë punën, aktivitetin e tij, deklaratat e tij që është shumë aktiv, që ambasadorët e tjerë nuk kanë qenë kaq aktiv në faqet e Facebookut që ai jep për çdo gjë këto gjëra. Pra unë e shikoj me këtë sy. As nuk e njoh, as nuk e kam takuar ndonjëherë, por duke lexuar media, duke ndjekur intervistat dhe ndërhyrjen e tij her pas here, domethënë edhe për gjuhën shqipe, mos harroni, vizita e presidentit shqiptar Bega që erdhi këtu dhe u deklaruar për gjuhën shqipe ka qenë ngulmim dhe porosia e ambasadorit Mejdani që erdhi, nuk ka qenë në rësi. Zoti Valla, edhe një herë faleminderit shumë për çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe juve.